Parlamenti në Tiranë miratoi sot rishikimin e buxhetit të shtetit duke bërë rishpërndarjen e 32 milion dollarëve të ardhura të rritura në 8 muaj. Në një sallë për gjysmë të mbushur nga mungesa e opozitës, ministrat shpjeguan me radhë se çfarë fitoi secili sektor nga rishpërndarja e kësaj teprice, ndërsa kryeministri Edi Rama theksoi se ky është rishikimi i parë me rritje që i bëhet buxhetit të shtetit pas 5 vjetësh dhe kjo është një shenjë e mirë se ekonomia po rrimëkëmbet. Zoti Rama shtoi se me këtë hap po nis ulja e deficitit dhe borxhit publik. Ky është vetëm fillimi i përpjekjes sistematike që do të bëjmë në vitet në vijim për të ulur deficitin e borxhin, por është një fillim shumë domethënës, sepse vjen si rezultat i kapërcimit të kufirit të parashikimit që përsëris ishte në vetvete mjaft ambicios. Kryeministri Rama tha se ky rishikim i buxhetit shlyen detyrimet e prapambetura ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe borxhet e prapambetura në vitet e kaluara ndaj firmave që kryen punë publike. Ai tha se qeveria ndau fonde për urgjencat mjekësore, për digitalizimin e arsimit, pajisjen më të mirë të forcave të rendit, ndërsa financoi edhe 51 projekte rrugësh të papërfunduara nga qeveria e mëparshme për të përmirësuar më tej infrastrukturën rrugore. Por investime kryesisht të mbetura rrugëve për të vazhduar mbushjen e gjithë atyre gropave nga Valbona lart deri poshtë në Kardhiq që u krijuan nga politika e shiritave elektoral dhe çeljes së investimeve pa pasur para në xhep, duke ja faturuar borxhin kompanive. Opozita nuk po merr pjesë prej shumë javësh në punimet e parlamentit, por deputetët dhe ekspertët e saj vazhdojnë ta studiojnë me kujdes ekonominë. Përkundër optimizmit qeveritar, deputetët e Partisë Demokratike pohuan se mbledhja e ardhurave dhe taksave u përkeqësua, ndonse taksat u rritën, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i shpreu sot një përfaqësie të Bankës Botërore shqetësimin e opozitës se ekonomia po përkeqësohet, papunësia po rritet dhe fuqia blerëse e qytetarëve ka rënë. Zoti Basha pohoi në takimin me delegacionin e Bankës Botërore se qeveria po kryen veprime arbitrare antiligjore, po prish kontrata dhe koncesione dhe nuk po zbaton vendimet e gjykatave, duke thelluar kështu më tej pasigurinë ligjore të biznesmenëve dhe investuesve, çka e përkeqëson gjendjen e ekonomisë në tërësi. Sipas tij, qeveria nuk ka një plan konkret për të mbështetur zhvillimin dhe mbulon me indiferencë kërkesat e qarqeve të biznesit dhe të punëkërkuesve. Qeveria nga ana e saj ka nisur punën për hartimin e buxhetit të shtetit për vitin e ardhshëm, ndërsa brenda 3 muajve të mbetur i duhet të zbatojë buxhetin e rishikuar me 32 milion dollar në një seri investimesh në mjekësi, arsim dhe infrastrukturë rrugore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.